Cila është rëndësia e probiotikëve për shëndetjen e zorrëve dhe në cilat raste mjekësia i rekomandon ato zakonisht? Atëherë, duhet dim se shpesh herë flitet që zorët janë truri ynë i dytë dhe është ajo që amerikanët e quajnë gut feeling apo si thua ka shumë ndikime në organizmin tonë. Dhe një nga që ruajnë funksionalitetin më të mirë të zorrëve është flora intestinale ose ato bakteret e mira të zorrëve që quhen. Ndryshe ne I themi probiotik dhe prandaj zakonisht përdorimi I probiotikëve suplement është I këshillueshëm sepse ne nuk arrim dot t'i marrim nga dietat dhe nga stili I jetesës në mënyrë adekuate që ne të ruajmë një mbarvajtje sa më të mirë të funksionalitetit të zorrëve. Por ajo që unë doja të theksoja është që probiotikët duhen shoqëruar gjithmonë me prebiotik. Prebiotikët janë ushqyesit për probiotikët, për këto bakteret e mira. Kështu që ju këshilloj gjithmonë të merrni probiotik bashkë me prebiotik në çdo fazë të jetës tuaj, kurdo që ju e ndjeni. Zakonisht kur keni kaluar një viroz, kur keni përdorur antibiotika apo ilaçe të ndryshme, por jo vetëm kaq, mund t'i merrni në çdo fazë të jetës tuaj. Faleminderit shumë për përgjigjet. Faleminderit. Deri tek pyetjet e radhës. Ciao. Mirupafshim.